Ai ditë gjithëve. Në vit parë, faleminderit se personalisht jam shumë i impresionuar dhe një dëvërimi një përulje respekti në gjithë komunitetin tuaj, në veçanti jo për sa bazakon, po sepse duhet më dhënë të drejtën kryetarit të Bashkisë Zotit Tonin Marina, i cili na ka udhëheq në këtë vendim shumë deciziv, jo vetëm për vendosin e veprës, po sepse kur përzgjedh me bë një vepër dhe me ia gjetë vendin, kjo pjesa e dytë që sapo thash është pjesa më e rëndësishme. Është pjesa më e rëndësishme dhe unë prap do t'i referohem fjalës kryetarit. Dhe gjatë gjithë këtyre ditëve kam ndaj të menu, kam ndaj të analizu dhe herë se si do delsha unë para jush, sepse unë kam jetu këtë ditë të instalimit me ju, me preokupimin tuaj, me shqetësimin tuaj estetik, me çdo gjë, po të kemi diçka parasysh dhe duhet bim dakord, sepse arti është si gjuha. Si gjuha që ne flasim, dhe shqipen që ne flasim sot nuk e flasim si shqipen e para shumë viteve, para shumë shekujve. Gjuha është një lum i cili rrjall ndër me vete, depoziton aluvione të ndryshme, shkenca, zhvillime, fjalë, teknik, dhe zhvillohet dhe stilizohet në një formë të cilën ne e flasim sot e gjithë ditën. Po të njëjtën refleks ka dhe arti. Dhe unë asnjëherë në botë, edhe pse kam punu 12 vjet në Muzeet Shkodrës, kam qenë përgjegjës dhe i sektorit etnografisë, Xhubletën e kam prek me durët e mia, kam pas një pasion të jashtëzakonshëm me ndjek historinë e saj. Dhe unë kuptova që ajo nuk është thjesht një veshje se s'do ta përsërisë të histori, ajo është një gjuhë komunikimi që flet me të shkuarin, me të sotmen dhe me të ardhmen. Dhe dukensa është gjuhë komunikimi dhe stilizohet dhe zhvillohet, unë nuk mund të bisha këtu, nuk mund të riprodhoja një xhublet që ju e keni në shtëpi, më ju tregu sa i squt jam unë, e sa i Zoti jam unë, kur e keni ju në shtëpi tuaj. Por ne si shoqëni kena nevojë me komuniku me botën dhe ne jemi hapur rreth botës. Bota ka një stilistik dhe ka një gjuhësi të zhvilluar ndryshe në fushën e artit, dhe prandaj qasja jeme ka qenë e tillë disi moderne, dhe unë nuk kam dashur me pru një njerëz të veshur me xhublet, por kam dashur me pru shpirtin e kësaj veshje, historinë e saj, kompaktësinë e saj. Pse prej hekuri? Po shumë bukur e përmendi dhe kryetari në fjalimin e tij. A nuk mendojmë tonë se ka ardhur koha që malësia, vajza në këtë rast, e cila e ka mbrojt këtë tokë me gjak, me hekur e me shpirt e me qelik, sot ky hekur e qelik mu kthyr në diçka të bukur, mu kthyr në diçka estetike, që të hujt, vizitorët, jo vetëm prej vendeve tjera, po edhe prej Shqipërisë, kur vinë, mos na përjetojnë vetëm ma gjendjen e të drejtës me kënd të vrazhët për me mbrojt historinë, po dhe të drejtës me mbrojt bukën që e rrim me e kriju. Nuk mundem me u zgjat më shumë se kaq, mendoj si i kam thonë tana, do të falenderoj edhe dy kolegët e mi, Pedrit Bilalin dhe Sidrit Lohin, që kanë qenë asistent e këtij projekti, por me gjitha falenderime e keni ju komuniteti, sepse edhe stafin e bashkisë. Unë do t'i përmendim emra mos ju vinë keq, duke filluar nga Rosi, Gjensila, Santiliano, Ernisi mos gabaj, Emanuela, mos mleni me harru në tjetër, sepse bashkë me kryetarin janë gjendë, po një atë kohë detyrohem edhe një falenderim Evës, Blertës, Dëmeus më falni, Polisi Habit, sepse në këtë proces kam kuptu diçka. Në qofë se gjithë në pak shtymi e realizojmë. Veç mas nuk bëjë gjë. Faleminderit Egzoshi, Egzof Bajza, Egzof Marsia.